Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve si të sillemi. Sot inshallah do flasim për tematikën lidhje farefisnore dhe marrëdhënia e besimtarit me farefisin. Si është kjo marrëdhënie? Kush janë njerëzit të cilët janë më përparsorë në këtë marrëdhënie? Dhe për këtë si gjithmonë kemi ftuar hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja. Mirë se erdhë hoxhë i nderuar. Mirë se vjen. Hoxhë i nderuar, kuptimi I farefis nga gjuha arabe është për fjalës rahim. Si mund ta përkthejmë të në gjuhën shqipe dhe si mund ta shpjegojmë më saktë sipas fesë islame? Atëherë, normalisht që feja e Zotit, domethënë ka disa veçorime të cilat dallohet. Prej gjërave më interesante që e bën Islamin të dallueshëm dhe, si më thënë, gjë që me të dallohet ndër të tjera është edhe natyrshmëria. Dhe në momentin që Islami ka kushtuar kaq shumë rëndësi gjakut ose farefisnisë, do të thotë se është fe që ecën natyrshëm me natyrshmërinë. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, fitrat Allah. E ka quajtur Islamin natyrshmëria e pastër, e kthjellët, që do të thotë çdo gjë që ka kjo fe në këshillat, në porositë, në kanonet, në rregullat e saj, nuk është gjë tjetër vetëm se diçka që përshtatet me natyrshmërinë e njeriu. Dhe normale në natyrshmërinë e njeriu është që ai të ketë marrëdhënie të mira me gjakun e tij, siç themi ne, me farefisin e tij. Nga gjuha arabe, siç e thatë edhe ju, ose origjina, domethënë në gjuhën arabe, kjo fjalë thuhet rahim. Rahim ka buron nga dy gjëra. E para është mitër, pra mitra e nënës në gjuhën arabe quhet rahim. Dhe e ka marr gjaku dhe farefisnia emrin rahim. Silatu rahim. Ruajtja e lidhjeve të gjakut, ruajtja e lidhjeve farefisnore. Domethënë, përderisa kemi ardhur nga dy prindër, qoftë kjo edhe e largët si burim, ne duhet ta ruajmë këtë gjë, domethënë duhet ta ruajmë gjakun. Dhe ka kuptimin tjetër, kuptimin e mëshirës, domethënë njeriu me farefisin e tij, me gjakun e tij, origjina në raportet tona duhet të jetë mëshira dhe dhimbshuria. Normalisht që Islami ka kushtuar rëndësi kësaj pjese shumë, pjesës gjakut dhe farefisnisë, është siç thot populli jon që gjaku s'bëhet kurrë ujë, pra gjaku mbetet gjak. Për këtë arsye po të shohësh jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, megjithse fisi I tij ishte I ndar, shumica ishin jo besimtar dhe shumë pak ishin besimtar, megjithatë fisi I tij që ishte jo besimtar, ishte ose një pjesë e mirë e fisit të tij, le të themi, ishte në mbrojtje të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për këtë arsye kur ju bë embargoja në Mekë për 3 vite radhazi, domethënë gjithë fisi I tij ose pjesa më e madhe e fisit të tij janë futur domethënë në atë burgun e hapur të Mekës në një luginë dhe kishte aty brenda dhe jo besimtar që vuajtën bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ose rasti e Abu Talibit, I cili ishte jo besimtar, mirëpo ka qenë mbështetja dhe mbrojtja më e madhe e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Le të vim tek, domethënë, kur flasim ne se si duhet sillim me gjakun dhe me farefisnin ton, duhet kuptojmë se çfarë rëndësie I ka kushtuar feja pikërisht kësaj gjëje. Pra, feja a e ka lënë thjesht në natyrshmëri raportin mes nesh dhe farefisit dhe gjakut ton, apo feja e Zotit ka sjellë dhe disa indikatorë nxitës dhe, si më thënë, ka inkurajuar që jo me e lënë natyrshëm situatën, po duhet ta mbrojmë dhe duhet ta ruajmë. A ka tekste kuranore ose tekste profetike të cilat nxisin në ruajtjen e lidhjeve farefisnore? Pikërisht kjo është, domethënë, ne po të lexojmë Kur'anin dhe po të lexojmë hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ne kuptojmë se nuk është lënë gjëja në natyrshmëri apo në një traditë të rëndomt e cila herë mund të jetë afër kësaj gjëje dhe herë mund të shpërfillet fare ose mund të zbardhet fare ose mund të dalë, domethënë, jashtë mode, siç jetojmë ne, le të themi, në kohët moderne, në kohët që ne jetojmë, që farefisnia dhe gjaku ose në botën perëndimore nuk është më si koncept. Pavarësisht se ne, si më thënë, Shqipëria është mes lindjes dhe perëndimit dhe ka akoma atë pjesën e gjakut dhe farefisnisë. Mirë, po të shkosh diku jashtë Shqipërisë ose jashtë Ballkanit, kjo pjesa fillon edhe humbet edhe nuk përbën më sens, sepse fëmia del nga shtëpia që është moshën 18 vjeçare dhe kujtohet për prindrit e tij një herë në vit. Për prindrit e tij nuk bëhet më fjalë për xhaxhallarët, për dajat apo për hallat apo për tezet. Ndërsa ne kur flasim për farefisnin Islam, duhet kuptojmë që farefisnin kupton atë që quhet rrethi I njeriu deri në brezin e parë. Rrethi I njeriu deri në brezin e parë. Domethënë, këtu përfshihen xhajallarët, dajallarët, tezet, hallat, kushëritë e parë nga
ana e babait dhe kushëritë e parë nga ana e nënës. Ky thot, siç thon shumë ulemat dhe dietarët islamit, ky është kufiri i fundit i asaj që quhet gjak edhe farefisni. Dhe Islami ka nxitur për këtë, si për shembull, në ajetet kuranore, vijnë shumë ajete kuranore për silatul arham, siç thot ajeti kuranor që ne e lexojmë çdo xhuma dhe jo më kot, çdo xhuma përmendet kjo gjëja. O ju njerëz, friksojeni Zotit, i cili ju krijoi për njeriu të vetëm dhe krijoi prej tij bashortën e tij dhe krijoi prej tyre bashk shumë burra dhe gra. Gjoje, friksojeni Zotit me emrin e cilit përbetoheni, ruajeni lidhjet e gjakut mes jush, ruajeni lidhjet farefisnore. Tani llogaritet i çdo khatib, flasëm përgjithësi, çdo ligjërues i ditës xhuma do t'i kujtojë njerëzit me këtë ajet kuranor. Ruani lidhjet farefisnore, friksojeni Zotit me emrin e cilit përbetoheni, ruani lidhjet e gjakut, lidhjet e farefisit. Dhe dijeni se Zoti është mbi ju mbikëqyrës. Domethënë Zoti është mbikëqyrës edhe për këtë gjë, apo zbatoni këtë urdhër apo jo. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam në një hadith shumë bukur tha, gjëja e parë që Zoti bëri mbasi krijoi gjithë krijesat, ju shfaq Allahu xhallahu xhelalu krijesave të tij. Dhe çohet tot gjaku dhe farefisnia. Thonë o Allahu Zoti ynë. Tha Zoti po. Tha o Zot, po neve çfarë pozicioni do të kemi? Se Zoti i ndau gjërat. Tha o Zot, po neve çfarë pozicioni kemi dhe çfarë rëndësie kemi? Zoti tha, a nuk jeni ju të lumtur, ose a nuk je ti e lumtur, apo nuk je ti e mjaftuar nëse unë mbaj lidhjet me atë që mban lidhjet me ty dhe do të shkëpus lidhjet nga ai që i shkëput lidhjet me ty. Foli gjaku dhe farefisnia dhe tha, po Zot, kjo është e mjaftueshme dhe u ul. Pra le të shohim se çfarë rëndësie i ka dhënë pra i madhi Zot gjakut dhe farefisnisë. Për këtë arsye, për gjëra shumë bukura, domethënë që ka thënë pejgamberi sa ose në raport me gjakun dhe me farefisninë, është se ai njeri i cili ruan lidhjet e gjakut, lidhjet farefisnore, Zoti i Madh i garanton shtimin e pasurisë dhe shtimin e jetës. Tani si shtohet pasuria dhe si shtohet jeta, kemi dy interpretime. Kemi një interpretim literal që thot kështu shtohet jeta dhe shtohet pasunia, dhe dikush thot bekimi. Pra Zoti nuk është kush t'i japi shumë, pa atë që ja jep ja bën të mbarë dhe të bekuar edhe në jetë. Nuk është kush që t'ia zgjasi, por pak në atë jetë që ja bën jetë begat dhe jetë të mbushur me të mira. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër prezantohet me një person i cili erdhi të ankohej tek pejgamberi sa për gjakun dhe për farefisninë e tij. Tha u dërguari i Zotit, tha, kam ca njerëz të afërm që mundohem t'i respektoj, t'i nderoj, ju bëj mirë, ju shërbej. Ata flasin keq për mua, ata më shajnë, nuk më ndihmojnë, më injorojnë. Pejgamberi alayhis salam tha, nëse është kështu siç thua ti, tha faktikisht ata tha po ja bëjnë gropën vetes për nxjerr xhenemit. Po ti duro. Në hadithin tjetër që është, unë mendoj domethënë prej perlave që trajtojnë pikërisht këtë tematik, është fjala e pejgamberit alayhis salam, kur tha nuk është ai që i përgjigjet vizitës duke mbajt lidhjet e gjakut. Sepse këtu fund kjo është normale, viziton dikush ti përgjigjesh, siç themi ne qokët, vjen dikush për qok, i përgjigjesh qokës. Tha nuk është ai që i përgjigjet vizitës ose qokës, siç themi ne, ai që po mban lidhjet e gjakut. Lidhja e gjakut është ti shkosh atij që nuk të vjen, të ndihmosh atë që nuk ndihmon dhe të flasësh mirë për atë që nuk flet mirë për ty. Domethënë, si më thën, kemi dy faza le të themi të lidhjes gjakut. Kemi atë që është e padiskutueshme, që ti i përgjigjesh atij që të vjen, atij që të bëhet me ty kur ke një gëzim apo bëhet me ty kur ke një hidhrim, edhe ti i përgjigjesh në të njëjtën mënyrë, kjo është e padiskutueshme. Ndërsa ne flasim për ta mbajtur lidhjen me ata që nuk e mbajnë, për të përkujdes për ata që nuk kujdesen, për të qenë të mirë me ata që nuk sin. Do thuash ti, po kjo është shumë e vështirë për njërin. Për këtë arsye dhe shpërblimi është shumë i madh. Për këtë arsye dhe sevapi është shumë i madh. Për këtë arsye dhe mirësia tek Zoti është shumë e madhe, sepse gjërat që kanë, domethënë, vlerë të madhe kanë dhe çmim të shtrenjtë, kanë dhe faturë të madhe. Pra njeriu është gatuar që kush nuk ja bën mirë, mos t'i bëj mirë. Kush nuk e ndihmon, mos ta ndihmoj. Kush sillet keq, Kjo është natyra e njeriu. Ti faktikisht po bën të kundërtën.
Për këtë arsye edhe në Islam ka gjë shumë interesante. Një herë pejgamberi alayhis salam u pyet për sadekan. Kur e japim tek gjaku apo ta çojmë sa më larg, tha pejgamberi alayhis salam, sadekaja e dhënë tek gjaku ka dy shpërblime. Ka shpërblimin e ruajtjes dhe domethënë forcimit të lidhjeve të gjakut dhe të farefisnisë dhe ka shpërblimin e sadekas. Pra shpërblimi në këtë rast është i dyfisht, edhe se ti po jep sadekan, po edhe po mbal një siç folën për ne në emisionet e kaluar për fqinjsinë, që kur e ke fqinjin edhe gjak, edhe fqinj ke dy obligime, në këtë rast ke dy shpërblime dhe ke dy sevape, sepse nuk ka sens që të shkojmë bëjmë bamirësi jashtë larg ku e diun, ndërkohë që kemi në fisin ton, në gjakun ton njerëz që kanë nevojë për t'i ndihmuar, kanë nevojë për t'i ndetë në kokë apo për t'i ndetur pranë për hallën dhe për sikletin e tyre. Ktu ke dy shpërblime, edhe të sadekas, po edhe se po mban lidhjet e gjakut dhe farefisnin. Ka një mesele tjetër prapë që kur quhet se njeriu, domethënë e ka shlyer detyrimin e tij ndaj farefisit. Në momentin që ai si më thon interesohet për ta, i viziton, i urgjentet pranë kur kanë nevojë, ose domethënë i uron kur ata kanë një moment të gëzimi, në këtë rast konsiderohet person që e ka shlyer detyrimin që ka ndaj gjakut dhe farefisnisë tij. Më perfektja është vizita sa më e shpeshtë, po kur nuk janë mundësi të paktën interesimi për ditë se si kanë hallë dhe problemet, në mënyrë që në një moment caktuar t'ju gjendemi pranë. O që dëruar, ju pak a shumë e përmendet që sot ka ndryshuar kohrat edhe disa shoqëri të cilat janë shoqëri postmoderne ose moderne, është zbehur pak a shumë lidhja me farefisin ose marrëdhëniet farefisnore. Ndërkohë ke shoqëritë të cilat janë tradicionale ose holiste, në cilat ruhet pra kjo marrëdhënie, sigur se jemi edhe në Shqipëria, pak a shumë ka filluar të zbehet kjo lloj marrëdhënie. Kush është shkaku ose kush është shërimi për këtë lloj gjëje? Pra, nëse do të bëjmë një krahasim, domethënë me çfarë ka qenë më përpara, raportet e gjakut dhe farefisnisë kanë qenë shumë më të forta. Për shembull, nëse dikush në kohët e Enverit, për shembull, kohën e komunizmit, bëhej operacion gjithë fisi, mbushej, si më thon, oborri spitalit me njerëz, fejohej dikush, martohej dikush, ndodhte i mort, ndodhte diçka, gjithë angazhoheshin, vinte gjithë fisi, nuk kishte nevojë që t'ju thoje, nuk ka qenë një lidhje e fortë. Ndërsa sot, domethënë, marrëdhëniet dhe situatat kanë ndryshuar, sepse njerëzit janë bërë më shumë materialist, por edhe angazhimet, le të themi, si më thon, largimet që kanë ndodhur kanë qenë njerëzit më të afruar, po kështu edhe ndikimi, sepse ne patëm një shkëputje drastike mes komunizmit dhe modernizmit. Domethënë, ra komunizmi dhe menjëherë u hapëm drejt një bote e cila ishte krejt e huaj për ne dhe që na mori me vete. Pra, domethënë ajo dëshira për të pasur sa më shumë u fut ai virusi i materializmit në jetën tonë dhe kjo ka ndikuar. Por faktikisht prapë unë nuk them domethënë që ka qenë atribut i komunizmit që njerëzit kanë qenë më afër, jo, ka qenë kontribut i fesë dhe i besimit që ishin akoma prindërit tanë që kishin ruajtur traditën dhe ja, ne jemi efekt i komunizmit edhe i kapitalizmit që s'kemi më lidhje me fisin dhe me gjakun, domethënë. Bile më mend sa për batu, domethënë, një herë mbajta një ligjërat në xhami, komplet vetëm për këtë temë, domethënë nga fillimi deri në fund. Dhe më tha njëri, çoi një mesazh falëndërues dhe tha, "Disi është puna tha për Zotin tha, kur fole, po mendojsha për hallën, po mendojsha për për Zotin tha s'm kujtoheshin adresat." Aq shumë larg, domethënë aq shumë, domethënë janë ftohur njerëzit. Atëherë na del neve si detyrë, ne domethënë le të themi hoxhallarët, por edhe neve si besimtarë, domethënë, që ta ringjallim këtë gjë, që ta kthejmë edhe një herë në jetë dhe të bëjmë atë që ka thënë Zoti, pra nuk është se po bëjmë diçka kush e di se çfarë, ne duhet bëjmë obligimin. Pra ne, siç kemi obligim faljen, siç kemi obligim agjërimin, siç kemi obligim zakatin, kemi obligim gjithashtu që të ruajmë lidhjet e gjakut dhe të ruajmë lidhjet farefisnore. Me që shumë prej shqiptarëve tashmë kanë emigruar në vendet perëndimore dhe si të thuash, ato jetojnë me atë jetën e tyre, ndërkohë që kanë lanë në Shqipëri farefisin, hallat, tezët, dajat, xhaxhallar sikur përmendet juve. Kush është këshilla juve, çfarë duhet të bëjnë këto si veprim që të ruajnë këto lidhje farefisnore, duke qenë se janë jashtë perëndimit? Unë them pavarësisht largësisë, teknologjia sot i ka lehtësuar shumë punët. Unë mendoj që të hapet një grup
gjaku në WhatsApp për shembull, ose të interesohet për hallën, ta marrin telefon për kushërit, të interesohet, pra interesimi i vazhdueshëm e kryen, domethënë të paktën një herë në javë, një herë në 2 javë, mu interesu çfarë ka ndodhur, si një telefonat, domethënë kaq duan njerëzit, domethënë sot duan një telefonat dhe i ke bërë të gjitha, domethënë sepse nuk kemi një situatë që njerëzit sot po vuajnë për bukën e gojës, sot njerëzit po vuajnë për njerëz, nuk ka, si më thënë, dhimbshuri, nuk ka dashuri. Kjo është ajo që mungon. Kështu që një telefonat do të jetë shumë për këto, domethënë, një interesim, një dërgesë e vogël e një dhurate apo diçka që edhe ata nuk i dëmton, po këtu është diçka që ata e vlerësojnë. Kështu që mund të mbahet, pra nuk duhet të jetë largësia shkak që ne shkëputemi nga gjaku dhe farefisi jon, nuk është si në kohët e kalume që bëhej një letër, donte letra 2 javë të shkonte e 2 javë të kthehej, ndërsa sot është situata shumë e thjeshtë, një telefonat, një mesazh, të më thonë bota është bërë shumë e afërt. Pra nuk mund të përdorim ne largësinë si një fakt apo si një argument që ne nuk mund të ruajmë lidhjet e gjakut dhe farefisnin. O gjëndëruar, ne dim shumë mirë në momentin që një vajzë martohet dhe nuk ka babajnë e saj si uali ose vëllajnë, për kujdesen e merr xhaxhaj. Ndërkohë nga ana tjetër kemi hadithin profetik që thotë tezja është si nëna. Pse është kjo lloj lidhje, domethënë xhaxhaj ke babai dhe tezja ke nëna? Normalisht, domethënë sepse domethënë përgjegjësinë ose si më thënë si themi rëndësinë e situatës dhe përgjegjësinë mbi këtë vajzë duhet ta marrë dikush. Për këtë arsye i është dhënë përparësi xhaxhait mbas babait. Pse? Sepse është pjesa e përgjegjësisë mashkullore. Ndërsa kur flitet për dhimbshuri, kur flitet për dashuri, kur flitet për mëshirë, i është dhënë përparësi tezës. Pse? Sepse tezja është shumë e mëshirshme njësoj si nëna. Pra këtu kemi përgjegjësinë dhe i është dhënë përparësi xhaxhait dhe këtu kemi dhimbshurinë dhe dashurinë i është dhënë përparësi tezës. Për këtë arsye në një rast ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për rastin e vajzës së Hamzait radhiyallahu ta'ala anhu. U ndodhen 3 persona që si më thënë kërkonin për të kujdes për jetimen tashmë. E kërkoi Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, e kërkoi Xhaferi radhiyallahu ta'ala anhu dhe e kërkoi tezja e vet. E kërkoi Zeidi, e kërkoi Xhaferi dhe e kërkoi Aliu. E kërkoi Zeidi se tha është vlla im, pra vlla me kuptimin si ishin si një fis. E kërkoi Aliu se tha është kushërira ime, duhet ta rris domethënë. E kërkoi Xhaferi dhe tha un jam kushëriri i saj, por tha tezja e saj është gruaja ime. Atëherë tha pejgamberi sa i takon tezës sepse tezja është në pozicionin e nënës ose është njësoj si nëna. Bile ka dhe një gjë të bukur, subhanallah, që është transmetuar në transmetimet e bukura islame. Vjen një njeri që kishte bërë, si më thënë, mëkat, le të themi. Tha tek Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe i thot dua që të më fali Zoti, të pendohem, tha a ke nën? Tha jo, më ka vdek nëna. Tha a ke teze? Tha kam. Atëherë tha respekto tezën tënde se Zoti ka për të fal. Domethënë teksti i qartë, domethënë që tregon rëndësinë që ka gjaku edhe farefisnia në rastin ton, në rastin e tezës, po edhe në rastin e xhaxhait. Xhaxhai është degëzimi i babait, ka një hadith të pejgamberit alayhisalatu wasalam. Domethënë që është kushtuar rëndësi të 2 krahëve, pra të 2 krahët duan ruajtur si ka krahu i babait, rasti i xhaxhait edhe i hallës, si nga rasti i nënës, rasti i tezës edhe i dajës. O gjëndëruar, ne pak a shumë e shikojmë që në Shqipëri ose në trojë shqiptare ka ndodhur përçarje ose zënka për shkak të tokave dhe trashëgimive brenda farefisit. Kush është këshilla juaj për këto të cilët gjenden në të lloj forme sot, pra gjenden në të lloj gjendje, duke mos i komunikuar me farefisin, duke mos komunikuar me të afërmit, për shkak të një trashëgimie, duke qenë se brenda asaj trashëgimie është pikërisht farefisi. Normalisht neve duhet jemi shumë të kujdesshëm ndaj padrejtësisë në përgjithësi dhe padrejtësisë brenda gjakut në veçantë. Pra nëse ne thamë që sadakaja, pra dhënia e lëmoshës, ka shpërblim dyfish tek Zoti i gjithësisë, nëse japim brenda gjakut, edhe si më thënë padrejtësia brenda gjakut është dyfish nga krahasim me padrejtësinë jashtë gjakut, sepse është gjak
dhe ti si më thënë, han hakun, apo i hyn hak, apo i bën padrejti gjakut tënd, farafisit tënd, dëmi apo mëkati është i dyfisht. Dhe këtu faktikisht ne, domethënë, duhet të këshillojmë njerëzit që të kenë kujdes tek çështjet e trashëgimisë, tek çështjet e ndarjes pronave, sepse është haku i tjetrit dhe këtu i ke hyn hak dyfisht, siç e tham, se është gjak edhe s'është domethënë hak i tjetrit. Kështu që domethënë, nëse ndodhin përballë situatave të tilla dhe ne jemi pjesë e besimtarëve, duhet që t'i orientojmë njerëzit dhe gjakut dhe farafisit tek e drejta dhe tek e vërteta. Dhe nëse është prindi jon për shembull që ka bërë padrejtësinë, duhet ta këshillojmë që kjo tokë i takon hallës, për shembull, pse keni nxjerr hallën pa gjë? Kjo tokë i takon xhaxhait tjetër, ti o baba e ke marr padrejt, për shembull, nëse ndodh. Kjo është pra, ne duhet të jemi rregullator, me aq sa kemi mundësi, sepse ndoshta edhe nuk na dëgjohet llafi, ndoshta edhe nuk na marrin konsiderat, por ne duhet bëjmë dhe duhet t'japim kontributin ton. Një gjë tjetër e ngjashme me këtë është kur le të themi këta krerët e dy anëve, për shembull xhaxhallarët apo babai me xhaxhallarët apo babai me hallën apo nëna me tezën apo nuk shkojnë me njëri tjetrin apo kanë le të themi si themi ne allni. Pra nuk shkojnë as fëmijët. Nuk shkojnë edhe fëmijët. Po ne si fëmijë për shkak çfarë duhet bëjmë? Dhe mund ka shumë herë kjo pyetje. Thot babai nuk flet me xhaxhain, po unë çfarë të bëj në këtë mes? Ose thot nëna nuk flet me dajën. Por unë çfarë bëj në këtë mes? Ne fëmijët nuk duhet ndikohemi nga kjo pjesë, po jo edhe të përplasemi me prindërit tanë. Pra mund të marrim një kontakt edhe të fshehtë, edhe të interesohemi për kushërit për shembull. Okej, për dajën nuk mund të interesohemi direkt sepse mund të kemi probleme me prindërit, por me fëmijët e tyre duhet të kemi kontakt. Dhe nëpërmjet fëmijëve interesohemi edhe për dajën, për hallët që mund të ketë, për sikletët që mund të ketë, po kështu edhe nga krahu i xhaxhait apo hallës apo tezës. Pra ne nuk duhet ndikohemi nga zënkat e të mëdhenjve. Ne duhet të jemi rregullator. Dhe ndoshta bëhemi ne kushërit e parë, për shembull, sebeb që edhe ata, le të themi xhaxhallarët me njëri tjetrin, duke përfshirë babain apo nga krahu i nënës, ata për shkakun ton do të rregullohen se do të bëhen me turp, edhe do të na shohin neve që shkojmë mirë dhe ata do të rikooperojnë atë e cila ka ndodhur si gabim. Allahu të shpërblet të nderuar, të nderuar të shikues, shkëputni për pak minuta dhe i takojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesja, kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit ton, jemi në vazhdim me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, ne pak a shumë folëm për rëndësinë e lidhjeve farefisnore, ndërkohë dhe ato të cilët shkëposin këto lidhje. Mirë, po midis këtyre sikur gjenden një pjesë persona të cilat i marrin lidhje farefisnore, po druhen ose kanë frikë se në marrëdhënien me këtë lidhje ato mund të bëjnë ndonjë gjunaf ose mund të bëjnë ndonjë mëkat për shkak të një ambienti, ndonjë feste ose diçka. Atëherë çfarë na mëson Islami në këtë rast? Atëherë ne duhet të kemi parasysh faktin që asnjëherë nuk do ta përdorim fen dhe besimin që të shkëputemi nga gjaku dhe farafisit. Përkundrazi, feja dhe besimi na nxit që të ruajmë shumë fort lidhjet e gjakut dhe farafisit. Është normale që në shoqërinë tonë të ketë edhe situata dhe rrethana të cilat gjaku dhe farafisnia jonë nuk kanë njohuri mbi Islamin apo mbi fen, dhe ndodh ndonjëherë pra që kur ne shkojmë ose frekuentojmë ose i vizitojmë pra, që të ketë edhe harame aty drejti, le të themi. Këtu ka dy gjëra. E para, ne nuk është kusht që kur vizitojmë, frekuentojmë gjakun dhe farafisin ton, të bëjmë dhe ne harame. Ti mund shkëputesh nga harami duke i kërkuar ndjes, e para. E dyta, dhe unë e them gjithmonë, nëse vizitat tona do të ishin shpeshta, ata do të mësoheshin me këtë gjë dhe nuk do t'i bënte më përshtypje. Në momentin që ne gjakun dhe farafisin e vizitojmë një herë në vit, apo vetëm kur ka ndonjë rast, dhe ne mundohemi të jemi shumë të kujdesshëm në raport me normat e besimit, kjo do të bjerë në sy dhe do të shtojë largësinë. Ama në momentin që unë kam shkuar për shembull le të themi tek gjaku dhe farafisim, çdo 2 javë, çdo muaj jam interesu, edhe nëse bëjnë një sjellje të tillë nuk i bën më përshtypje sepse ata e kuptojnë se ky e ka nga feja dhe besimi i tij dhe nuk është çështje injorimi apo çështje dyshimi. Thjesht e ka për besimin e tij. Pra, ti je i sigurt se do të na mirëkuptojnë. Problemi është se ne bëjmë aq të gjëra, aq të largët situatën. Më fal, po disa për shkak frikës ndaj rënies në mëkat, ose si e konsiderojnë atë për shkak të kësaj ndodhie, ato largohen fare, pra ka lënë ekstremin tjetër. Ky është problem. Për shembull, le të themi, le të dalim siç thon me terma konkret, mos flasim në ajër. Ka një dasëm.
dhe ndasëm ka le të themi harame. Unë nuk është kusht që të jem prezent aty, po kjo nuk do të thotë që s'duhet të shkoj një ditë përpara. Kjo nuk do të thotë që nuk do të shkoj një ditë pas. Unë mund të shkoj dhe atë ditë dhe në momentin që fillojnë gjërat, kërkoj ndjesë, do të mirë kuptojnë, ti je i sigurt që do të mirë kuptojnë. Sepse gjaku, kjo është e mira e gjakut, domethënë. Gjaku është i njëjti gjak në të dyja damarët, në të dyja trupet, është i njëjti gjak dhe e ka bërë Zoti pra këtë mrekullinë, e ka bërë Zoti që mirë kuptohen shumë shpejt, e kuptojnë njëri tjetrin shumë shpejt, i lexojnë gjërat tek njëri tjetri edhe pa folur, telepatia është shumë e fortë në gjak dhe në parafisë. Pse? Se është i njëjti gjak. Ndodhi mu para 2-3 ditësh, do të një rast i tillë isha me disa njerëz farafisit tim në një tavolinë ngrënie. Ndërkohë dikush nga ato, nga që nuk është fetar, nxorri një kështu pije alkolike dhe unë u largova. Dhe tezja ime kur fola në telefon tha, unë e kuptoj thotë që grada jote si besimtar tha është shumë e madhe tha dhe nuk duhet të qëndrosh në këto vene të cilat ka mirë kuptuar pa ja thënë ti. Po, por njerëzit duhet të kuptojnë dhe respektin ndaj Zotit në këtë tavolina. Atëherë ne dalim tek një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme. Detyra jonë më e madhe ndaj farafisit tonë, cila është ti çojmë te Zoti, ti afrohemi me Zotin. Sepse duke i afruar me Zotin, kemi shlyer një detyrim shumë të madh ndaj tyre që është shpëtimi i tyre nga zjarri i xhenemit. Si mund të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit? Duke i ofruar Islamin si ofertë, duke i bërë musliman, duke i afruar me namazin, me agjërimin kështu me radhë. Por ne këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Pra, disa veprimet tona të pamatura mirë mund të bëhen shkak që edhe t'i largojmë më shumë. Për këtë arsye shpesh herë për shkak pyesin më vëllezër, puna dorë se këto mohabete, të vëllezër. Përderisa këta njerëz kaq shumë larg nga feja, mos filloni me këto gjëra, por dal nga dal derisa të afrohen, në momentin që afrohen, ne i sqarojmë gjërat, ose arsyetohu më një herë, për shkak siç është jam me abdes. Dhe ai të mirë kupton më një herë se ti je me abdes dhe nuk do që të prishësh abdesin, mbaroi historia. Pra, është, domethënë, unë mendoj që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm me gjakun dhe me farafisin ton, sepse është obligim kryesor që këta njerëz t'i afrojmë fenë e Zotit, që këta njerëz t'i çojmë drejt kënaqësisë Zotit, dhe është një detyrim. Pra, nëse ne këtë detyrë kemi me njerëzit jashtë, me gjakun ton dhe me farafisin ton, kemi obligim edhe më të madh. O që ndëruar ne ku ishim në vegjël, pak a shumë bëshim vizita, pra shkoshim, rrishim 2 net ke daja, 2 net ke teze, 2 net ke halla, dhe po të shikosh dhe në mënyrë e funksionimit familjes shqiptare më përpara, ka qenë një familje e gjerë, me xhaxhallar, me teze, me halla, me daja, kurse sot domethënë nga që njerëzit kanë frikë të lindi fëmijë edhe familja ngushtohet. A ka ndonjë përkufizim ose kufi për sa kohë një person duhet të vendosi lidhje me farafisin? Kjo gjë, sipas dietarëve të Islamit, kthehet tek tradita dhe tek zakonet. Domethënë nuk ka një caktim kohor fiks, po është lënë e lirë. Domethënë nëse në disa vende ti quhesh se i ke ruajtur lidhjet e gjakut, duke vizituar një herë në muaj, je në rregull. Ose vizita, interesimi me telefon, me mesazh brenda muajit, le të themi, bëhet atëherë ti e ke bërë, si më thënë. Mjafton vetëm komunikimi virtual apo ka nevojë edhe për komunikim fizik, vizita në shtëpi? Jo, duhet edhe komunikimi fizik. Gjithmonë nëse janë kushte dhe mundësi, duhet edhe komunikimi fizik. Pra nuk është diçka e caktuar sa herë në ditë apo në muaj, por është lënë e lirë kjo pjesë, domethënë në mënyrë që mos të kishte ngushtim për njerëzit, për shkak se edhe njerëzit angazhimet, domethënë dhe jeta është shumë dinamike. Allah të shpëlblet hoxhë nderuar. Amin edhe të Zotit në rroft. Të nderuar të shikues, ishim me Hoxhën Ahmet Kalari, takohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.